Tani po dëshmojmë se pas që po e ruajmë një trashëgimi, gjithashtu dhe po kryojnë mundësi për punë. Pas përfundimit të segmentit të parë të shëtitores në rrugën Ismail Qemajli, respektivisht në kompleksin e qashisë së vjetër nga kryetari i komunës Palekaj, është bërë inaugurimi këtij segmenti. Kreu i komunës ka pohuar se me këtë rast po rivitalizojmë edhe një pjesë të qytetit, që pas ndryshimit në të mirë të pamjes të imazhit njerit krijohen edhe mundësi për të funksionalizuar kjo pjesë që dëshmohet me rihapjen apo rifillimin nga puna të shumë dyqaneve që për shumë e shumë vite që nga pas lufta kur ishin të djegura, kishin halë të mëdha dhe nuk funksiononin. Gjakov, sot pe bëjmë prorimin e një thesari të çmuar që është identiteti yni, është identiteti Gjakovës dhe i qytetit në përgjithësi. Shumë njerëz kanë qenë skeptik për këtë projekt. Shumë njerëz kanë komunikuar në mënyrat ndryshme. Por, unë i falenderoj bashkëpunëtorët e mi, i falenderoj gjithë ata qytetarë të cilët kanë pas një vizion qartë dhe i kanë besuar këtij projekti qytetar të Gjakovës, po ju them që ja shembulli më i mirë se si ruhet trashëgimia, se si shndrohet në atë që kanë dëshiruar qytetarët. Ndërkaq, drejtoresha e urbanizmit tha që ne do të vazhdojmë që edhe pjesën tjetër ta përfundojmë me një afat të shpejtë. Kjo nuk përfundon me kaq. Investimet do të vazhdojnë edhe për pjesën tjetër të qashisë, respektivisht bërthamës së saj, derisa të arrijmë të fitojmë një tërësi historike urbane, e cila do të shërbejë për plotësimin e interesit shkencor, kulturor, ekonomik, rekreativ dhe turistik. Qashia vjetër është qendra kryesore e artizanateve dhe identifikimit të kulturës së Gjakovës. Ajo ishte pothuajse tërësisht e shkatruar në luftën e fundit, pastaj u riparua me donacione të ndryshme dhe së fundmi u restaurua nga komuna e Gjakovës.